Vlora përmbytet tërësisht, edhe këtë herë qyteti Vlorës u pushtua nga rreshtet masive, të cilat në mungesë të kanaleve dhe pusetave të zhbllokuara ka mbushur rrugët kryesore dhe dytësore, ato të lagjeve, trotuarët edhe çdo centimetër territor. Vlora këtë mëngjes 19 janari si asnjëherë tjetër u gjende përmbytur deri në atë pikë saqë nga momenti në moment mund të mendoje se uji mund të shkatërronte gjithçka. Qytetarët vlonjatë reagojnë për të gjendje duke akuzuar institucione të tilla si Bashkia, ndërmarrja e shërbimeve publike për mungesë të punës dhe neglizhencë totale, ndërsa kërkojnë edhe një herë të merren masa. Gjitha pterat jeri në për gropa. Thoni që pusetat janë bllokuara? Janë të bllokuara. Prandaj edhe Vlora përmbytet. Ky shik i ra sot ishte një çik i madh, po një çik më i vogël do përmbytet Vlora. Po të punohet nuk ndodh gjë. Po ne duam ta marrim lekun pa punor. Rasti i përmbytjes Vlorës është rasti i keq menaxhimit të pushtetit. Investimet janë bërë prekosh, që nga Kavatasti dhe Kuçaj Greku dhe asgjë nuk është bërë. Ky është korrupsion i gjallë, është shëmtie e madhe për qytetin. Gjithë këto investimet vendëm. Se pikërisht këtu nuk është menaxhuar si duhet kanalet. I bëjnë ngusha, nuk i bëjnë tjera. Tani kujtojnë e riparojnë edhe dëmtojnë vetëm më shumë rrugët në përlagje. Po pikërisht kjo për ngushësinë që kanë tubacionet shkakton shpërthimin e pusetave. Nga ky keq menaxhim, sepse si është përgjigjur gjendjes ku rrjedhin dhe grumbullon ujrat, të vijë tuba më e madhe apo e kundërta në vende të tjera. Kjo është e keqja e Vlorës. Kjo vazhdon dhe do vazhdoj derisa të vërdor një. Unë isha për një elektrik se kam 15 ditë pa ujë, nuk kalova dot kthehen veten në shtëpi tash. Me keqe gjendja. Shumë e keqe, nuk kalon dot në asnjë rrugë. Po bulevardi është bulevard, gjithmonë është më lart, është rrugë kryesore, lagjet suavar njëri lagjeve. Po duhet merren masa pse se di njëri dhe kalamajt e din atë punë, të mëdhenjtë edhe ata që nga Bashkia marrin ato, nga komunalja kush marrin ata duhet jenë të përgjegjshëm për punën që bëjnë. Jo, nuk kanë punuar maksimum. Duhet akoma punë për Vlorën. Por një ndër zonat më problematike dhe që her pas here një vërshimi masiv të ujit është ajo te Albano dhe Romina. Kjo është një ndër zonat më problematike në qytetin e Vlorës, aty ku her pas here shkaktohen përmbytje masive si kjo e ditës së sotme. Në fakt kam njaftuar vetëm pak sasi të rëna të rreshjeve të fundit dhe shikoni se çfarë situate kaotike është krijuar në këtë zonë, pikërisht pranë Transballkanikës ose në vendin e quajtur Albano dhe Romina. Në fakt është përgjegjësi dhe vetëm përgjegjësi e ndërmarrjes së shërbimeve publike, institucionit varës së Bashkisë së Vlorës, e cila në fakt nuk është kujdesur që të zhbllokojë pusetat në radhë parë dhe më pas sistemimin e të gjitha kanalizimeve për të evituar të tilla situata që janë mjaft problematike. Por si kjo zonë, ju e dini mjaft mirë që ka gjithandej në qytetin e Vlorës rreth e përqark përmbytje masive. Në fakt është për të shpallur emergjenca civile, një gjendje e jashtëzakonshme, e cila nuk mund të dalë jashtë kollaj. Nëse rreshtet do të kishin vazhduar akoma më tepër, atëherë do të kishim të bënim me të vërtetë me një situatë tepër serioze. Pamjet janë filmuar këtë paradite nga kamera e televizionit 6+1 Vlora me njëherë sapo koha është qetësuar, pasi më parë ishte e pamundur të shikoje edhe me sy të lirë. Vlora u përmbyt sërish, ndërsa shumë prej banesave dhe subjekteve u përmbytur nga uji, duke shkaktuar edhe dëme serioze, dëme të cilat i hasën edhe drejtuesit e mjeteve, të cilët patën probleme në automjetet e tyre. Qytetarët kërkojnë rrugëzgjidhje.